Dënim sipas ligjit ka kërkuar Prokuroria Speciale në rigjykimin ndaj Muhamet Ali Demajt, i akuzuar për krime lufte të kryera gjatë masakrës së Izbicës. Në fjalën përfundimtare, prokurori special Ilir Morina tha se Ali Demaj ka marrë pjesë vullnetarisht bashkë me pjesëtar të forcave serbe në vrasjen e 130 civilëve shqiptar gjatë masakrës së marsit të 1999-s. Pritur nga mali në vendin e quajtur Malet të Stehevcit, në kodrën e rrugës Kërnin-Belnic dhe janë nisur në drejtim të fshatit Izbic. E pastaj hynë në fshat dhe shkuan shtëpi për shtëpi, ashtu që në kërcënimin e armëve, i nxorën të gjithë civilet nga shtëpitë e tyre dhe pastaj u vinin flakën, duke i djegur pa asnjë arsye. A i tha se Ali Demaj si banor lokal e ka njohur terrenin në Izbic dhe ka qenë i njohur për afërsinë dhe bashkëpunimin me forcat serbe. Ditën e ngjarjes ishte i uniformuar dhe i armatosur. Ishte i pranishëm para, gjatë dhe pas masakrës. Ai e njihte shumë mirë fshatin Izbic. Strukturën e fshatit, familjet dhe rrugët kryesore hyrjes dhe daljes. Ky fakt ka rëndësi të veçantë juridike, pasi njohja e terrenit ka lehtësuar veprimet e forcave serbe gjatë mbastissjes së fshatit, grumbullimin e popullsisë civile dhe kontrollin e lëvizjes së tyre. Aktgjykim dënues ndaj të akuzuarit ka kërkuar edhe avokati i viktimave Veton Rudaku. Gjatë dëshmive të tyre dhënë në këtë proces, ata identifikuan dhe i bën me geshtur drejt personit Muhamet Ali Demaj këtu në sallë, si person të cilën e kishin parë ditën e kafshme të datës 28 mars 1999. Dhe akuzuar në asnjë rast nuk shpreh keqardhje për ngjarjen e rëndë. E lirimin e të akuzuarit e kërkuan avokatët e tij Miloš Delević e Dejan Vasić, tek thanë se asnjë dëshmitar nuk ka thënë që klienti i tyre ka vrarë, ka plaçkitur apo ka larguar banorët. Këtë qëndrim e mbështeti vetë i akuzuari Ali Demaj. I mbështes deklarimet e avokatëve, janë plotësisht i pafajshëm. Gjykata themelore në Prishtinë e shpalli Ali Demajin fajtor me 12 korrik të 2024-s dhe e dënoi me 15 vjet burgim për krime lufte gjatë viteve 1999 në Izbic. Por gjykata e apelit e ktheu rastin në rigjykim. Në aktgjykimin e shkallës së dytë thuhet se në të mungojnë arsyet për faktet vendimtare që nuk janë vlerësuar në mënyrë të plotë.